Unë fakt doja të ndaloja sot rreth një fenomeni që realisht dominon shoqërinë tonë, po është shoqëri e cila ndikohet nga shoqëritë huaja dhe jep atë rezultatin ose pasojat. I shohim të rinjt që ka një lloj trendi duke mos u martuar ose duke qëndruar i vetëm. Fakt doja trajtoja pak çështjen e kësaj përgjithësie se si duhet funksionojnë në besimin dhe në fenë tonë, ose tek muslimani. Do të kuptojmë se ka një ajet kuranor ku Zoti xhelel xhelalu thotë wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Thotë Zoti xhelel xhelalu dhe nga ajetet e Zotit, pra nga argumentet e tij, ose nga madhëria dhe madhështia e tij xhelel xhelaluhu. Nëse ju krijoi juve thotë nga ju, pra nga mashkulli krijoi bashortet. Dhe thot liteskunu ilayha, që të qetësoheni pranë njëri tjetrit. Dhe vendosi midis këtij çifti ose këtyre dy njerëzve, thot vendosi dashurinë dhe mëshirën. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. E mbyll Zoti këtë ajet duke thënë me të vërtetë, këto janë argumente për ata njerëz të cilët meditojnë, kuptojnë, reflektojnë. Allahu xhelel xhelaluhu na tregon neve qartë se nga argumentet e Zotit xhelel xhelaluhu është se e ka bërë njeriu në çift. Nuk mund të qëndrojë njeriu i vetmuar, nuk mund të rrijë njeriu i vetëm. Nuk është pjesë e besimit. Nuk është natyrshmëria e njeriu. Zoti xhelel xhelaluhu e ka bërë nga natyrshmëria e njeriu është që bëhet çift, jo tritek. Profeti alayhi salatu wasalam në një nga hadithet e tij na tregon duke distancuar veten e tij nga ky fenomen, pra të qenurit beqar ose me u hap ajo opinioni që ose fryma se ti je beqari më i lirë, nuk ke përgjegjësi, nuk ke kështu, domethënë trendi që përhapet. Profeti alayhi salatu wasalam është distancuar nga ky fenomen. Dhe na tregon thot ai nuk është prej meje, dhe as ata nuk janë prej nesh. Ka një hadith ku erdhën disa persona tek profeti alayhi salatu wasalam dhe i treguan të dëgjuan Aishën, bashortën e profetit, se nuk e gjetën profetin alayhi salatu wasalam dhe e pyetën. Dhe një nga pyetjet dhe nga përgjigjet që ato i dhanë, sepse e pyetën ore si falet i dërguami i Allahut, si agjeron, si është marrëdhënia e tij me familjen, dhe njëri prej tyre tha unë nuk martohem kurrë, sepse e pa martesa është pengesë në adhurim. Martesa nuk të lën ty të falesh, nuk të lën ty të agjerosh, nuk lën ty që të jesh i lirshëm në adhurime. Kjo si fenomen, si logjik, sipas ti, ne themi sipas ti dervishit. Sipas ti është logjike që po martesa ka diçka, ka disa gjëra që ty të ngarkon. Dhe e justifikoi veten e tij, tha unë nuk martohem kurrë, po pse? Sepse martesa më pengon që unë të jem adhurues i mirë i Zotit. Kur e dëgjoi profeti alayhi salatu wasalam këtë fjalë, vajti dhe majti një ligjërim në xhami, sepse vajti ke shtëpia i tha bashorti Aisha, tha i dërguami i Allahut, kështu folën. I grup njerëzish, po ku janë në xhami dhe vajti profeti në xhami. Nuk ishte vënë re që i dërguami i Allahut, jo ditë premte, nuk ishte ditë premte, të hypte në hutbë. U habitën sahabët, hypin në hutbë dhe majti më njëherë fjalin. Tha unë jam më i devotshëm se ju, jam më i ditur se ju, e njoh Zotin më mirë se ju. Edhe tha, unë jam prej tyre që adhuroj Zotin natën, falem natën dhe fle. Agjeroj edhe e çel. Thot edhe martohem. Kush thot nuk i përmbahet kësaj rruge ose këtij syneti, nuk është prej meje. Pra profeti alayhi salatu wasalam na tregoi që ajo fryma ose opinioni që shiko duhet me qenë sa më beqar ose beqaria ty të lehtëson. Jo, kjo nuk është traditë as natyrshmëri njerëzore, po as edhe fetare. Sepse profeti alayhi salatu wasalam e luftoi një fenomen që quhet murgëria ose të qenurit beqar. Nuk ka justifikim më të fortë kur njeriu e justifikon veten për beqarin, thotë nuk ka mundësi të martohem, pse se po merrem me adhurime. Kjo është justifikim para Zotit. Dhe kjo gjë nuk lejohet. Profeti alayhi salatu wasalam e ndaloi.
duke na treguar se murgëria nuk është pjesë e natyrshmërisë njerëzore, nuk është pjesë e besimit, nuk ka qenë kur profetët e Zotit kësaj natyre. Po pse? Se na ka treguar Zoti në ajetin kuranor kur thotë: "Wa laqad arsalna rusula min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya." Thot Allahu xhel xhelalu i thot profetit alayhi salatu sallam, ne kemi dërguar para teje Muhammed profet, të cilët ata kanë pas bashorte dhe pasardhës. Pra që do thot nëse dikush do ta shpiki murgërin, beqarin në emër të fesë, jo nuk është e vërtetë. Profetët e Zotit, sepse Zoti kështu e ka bërë. Na ka treguar Allahu se pjesë e argumentit dhe madhërisë dhe madhështisë se Zoti xhel xhelalu është se krijoi nga burri krijoi femrën, që ata të gjenë qetësi, dashuri dhe mëshirë me njëri tjetrin. Pra në këtë logjik do thotë se besimtari nuk duhet ndikohet nga këto lloj fenomenesh apo këto lloj opinionesh apo këto që i thonë trendi, që shiko se martesa është përgjithësi. Po është përgjithësi dhe ne do flasim për këtë. Por ajo që ne kërkojmë se Islami e ka nxit besimtarin që tjetë për atyre njerëzve i cili krijon familje, tjetë për atyre njerëzve që mban përgjithësi, tjetë për atyre njerëzve që e mban këtë sunet hynor, profetik, jo vetëm profetit Muhammed alayhi salatu sallam, por gjithë profetët e kanë pas këtë gjë. Prandaj dhe profeti alayhi salatu sallam i nxiste të rinë duke i thënë: "O djema, kush për ju s'ka mundësi të martohet, le ta bëj veprim till." Po pse? Sepse martesa thot profeti alayhi salatu sallam dy fenomene. Martesa thot të ruan nderin, e ruan nderin e besimtarit, po dhe qetëson atë shpirtërisht, qetësohet njeriu. Pra që do thot se kur njeriu e bën i veprim till, do thot se ai patjetër e ruan nderin e tij, është më i qetë dhe për sa kohë është i qetë njeriu, do thot se gjërat që vijnë ose që i bën, patjetër është i qetë. Pra, edhe pse kanë ardhur shumë hadithet nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili flet për vlerën e martesës, po nuk do t'i mshoj shumë kësaj çështje, se kjo dihet në fen ton që martesa ka një vlerë të madhe. Por ajo që unë kërkoj është për ata të rinj të cilët dëshirojnë të martohen. Ne nxisë të martohen. Por ai i ri i cili dëshiron të martohet, para se të martohet, duhet ta ndërgjegjësojë dhe ta parapërgatisi veten e tij për një fenomen të tillë. Kjo është natyrshëm sepse ti do të bash i detyrë, çfarë do lloj detyre, nuk mund ta bësh atë detyrë pa e ditë çfarë është ajo. Nuk mund ta bësh atë detyrë ose atë post ta marrësh përsipër i bar ose një përgjegjësi në kurriz pa e ditë çfarë është kjo lloj përgjegjësie. Nuk bëhen gjërat surprizë, nuk ka surprizë. Nëse ti nuk parapërgatitesh, kjo lloj surprize do të dështojë. Kjo lloj surprize prishet. Ne po flasim dhe logjika jonë është që kur njeriu do të bëjë një hap të rëndësishëm në jetën e tij, siç është martesa në këtë rast, duhet patjetër që të parapërgatitet dhe të ndërgjegjësohet që ta marrë këtë çështje në atë shenjtërinë, në atë seriozitetin më të madh. Pra, martesa nuk është lojë. Martesa nuk është diçka që njerëzit thonë ai ta provojmë mirë. Jo, nuk ka kështu. Martesa është e shenjtë. Martesa është serioze. Dhe për sa kohë është serioze dhe e shenjtë, njeriu duhet të jetë i parapërgatitur për të marrë një përgjegjësi apo një veprim të tillë që është shumë e rëndësishëm në jetën e besimtarit. Për këtë arsye, ai person i cili do t'i marrë parasysh këto gjëra ose do të bëjë një fenomen tillë, duhet të ketë parasysh 3 gjëra. E para është se duhet kuptoj se martesa është përgjegjësi. E para. E dyta, duhet kuptoj që martesa është sakrificë. Dhe e treta është që martesa duhet kuptoj që është ndryshe. Do me thënë, do të takohet dhe do të ketë ose do të bashkëjetoj ose do të jetoj me një njeri që është ndryshe nga ai. Ne do të shpjegojmë këto, se si janë këto fenomen. E para është që personi i cili do të martohet do të kuptojë se martesa është përgjegjësi. Është përgjegjësi që do thotë ai e ngarkon veten me një përgjegjësi. Dhe kjo përgjegjësi ai do t'i dali me sukses. Pra, është diçka që ti e merr mbi supet e tua dhe kjo gjë që ti e merr mbi supet e tua do thotë duhet ta mbash atë që ti e merr mbi supet e tua. Prandaj dhe profeti alayhi salatu sallam na ka orientuar ne muslimanëve, na ka thënë kullukum ra'in.
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Thot profeti alayhi salatu wassalam, çdo kush për jush është bari, dhe secili për jush është përgjegjës për kopën e tij. Pra, momentin që ti do të martohesh, po merr një përgjegjësi në supet e tua. Dhe kjo përgjegjësi ti do pyetesh para Zotit xhelel xhelalu për këtë. Pra që do thot ti po ndërton një institucion që është shumë i shenjtë, shumë i bukur, shumë i mirë, duhet t'i dalësh për Zot. Pra, ti duhet ta kuptosh se kjo është përgjegjësi. Dhe për sa kohë është përgjegjësi, duhet ta parapërgatitesh veten tënde për një gjë të tillë. Nuk është martesa që artikulohet apo reklamohet poshtë përpjet se është i diçka, domethënë dashuri e zjarrt, ca trëndafila të kuqe dhe mbyllet me kaq. Ja, nuk është kjo. Ajo është pjesë e një martese që është e përbërë nga shumë pjesë. Ti nuk mund të marrësh vetëm këtë pjesë dhe ti i shfuqizosh gjithë ato pjesët e tjera. Jo. Ajo është një tablo e cila duhet përmbushi të gjithë pjesët e saj që të krijohet kjo tabloja e shenjtë, kjo tabloja e bukur që është martesa në këtë rast. Prandaj dhe në këtë rast, besimtari e sheh martesën si një përgjegjësi. Prandaj dhe Zoti xhelel xhelalu kur na tregon neve në ajetin kuranor, thot në këtë rast për burrat, për meshkujt, thot meshkujt kanë autoritet mbi gratë. Me që Allahu ka dhënë disa cilësi mbi ato, dhe me që ata shpenzojnë për mbajtjen e tyre. Pra që do thotë se në këtë ajet kuranor Zoti xhelel xhelalu po tregon që ti që po e bën këtë veprim dhe po e marr dhe po e ndërton këtë familje, do thotë që ti ke një përgjegjësi. Dhe përgjegjësia jote është sepse në një vend, në një institucion ka një drejtues. Dhe drejtuesi në këtë rast Zoti xhelel xhelalu ja ka lënë burrit. Sa i përket pjesës së drejtimit të këtij institucioni që është institucioni i familjes në këtë rast. Kurse gruaja ka pjesën tjetër të rolit që drejton, ne po flasim ke pjesa e përgjegjësisë të njeriu i cili kur e merr përsipër për martesën, duhet ta ketë parasysh se ai në këtë rast po merr një përgjegjësi në supet e tij. Dhe kjo përgjegjësi duhet vlerësohet në atë mënyrë që njeriu nuk duhet gabojë, që njeriu duhet të jetë i matur, që njeriu duhet të jetë i kujdesshëm në këtë lloj përgjegjësie për mos gabuar, sepse kjo nuk është lojë, por është një hap i rëndësishëm në jetën e njeriu që do thotë fillimi i mbar, që jeta e tij të jetë e mbar dhe e lehtë, sepse Zoti xhelel xhelalu e ka bërë në atë mënyrë që që neve ta ndërtojmë jetën në këtë mënyrë. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasalam në hadith, thot martesa është gjysma e besimit. Pra kur njeriu martohet dhe e bën atë martesën në mënyrën me përgjegjësinë më të madhe dhe me maturinë më të madhe, atëherë në këtë rast do thotë se ky njeri do thotë që i është lehtësuar gjysma e besimit. Pra i është lehtësuar gjysma e jetës të njeriu, që do thotë sepse në këtë rast ai pjesën të rëndësishme të jetës e ka bashkë me familjen e tij, pra me bashkëshortën e tij. Prandaj dhe profeti alayhi salatu wasalam na ka treguar në këtë rast që logjika e martesës do thotë ka një përgjegjësi që njeriu duhet ta marrë përsipër. Ne i shohim këto të rinj të cilët thonë që ore martesa ka përgjegjësi, pse duhet ta marrun kurriz këtë përgjegjësi? Ne themi po nëse ti se merr këtë përgjegjësinë kurriz, je i dështuar gjatë gjithë jetës tënde. Një institucion që është i natyrshëm në jetën e njeriu, ai nuk di ta drejtojë, ai nuk pranon të ketë përgjegjësi në këtë rast, atëherë për çfarë funksionon ti? Për çfarë përgjegjësie do të marrësh ti? Si mund të marrësh një përgjegjësi për një diçka që nuk ka kaq rëndësi në jetën tënde, saç është martesa? Prandaj besimtari duhet të jetë i kujdesshëm. Ore, martesa është e rëndësishme, ti duhet ta marrësh këtë përgjegjësi dhe ti dalësh për Zot. Duhet ta marrësh këtë përgjegjësi dhe ta dish se si ta menaxhosh. Të rrish gjithë jetën i beqar dhe jo i martuar, duke u ose duke u ndiku nga këto kulturat ose nga këto nga njerëz të cilët e shtyn apo duke menuar se jetën unë e bëj të vetëm, e ka ba Zoti xhelel xhelalu që kur ngrijoi Ademin, e krijoi edhe bashkëshortën me qëllim që njerëzit bashkëjetojnë me njëri tjetrin, pra në çift,
nuk funksionon jeta i tek. Kjo është e para. Pra, martesa do thot përgjithësi. E dyta është që martesa do thot sakrificë. Pra, ç'kuptoj me fjalën që martesa do thot sakrificë? Do thot që njeriu duhet sakrifikojë për ta ruajtur këtë martesë, për ta mbajtur këtë martesë, për të qenë sa më jetë gjatë kjo martesë. Dhe kjo martesë nuk është siç e mendojmë ne, është vetëm një ditë kaq e bukur, vjen dita tjetër shpejt. Dhe dita tjetër njeriu do përballet me sfida të ndryshëm. Duhet di se si ti te kalosh, duhet di se si ti përmbash, duhet di se si të sakrifikosh që ta ruash familjen. Pra, që do thotë se mbajtja e kësaj ose mbajtja e martesës, e këtij institucionit kaq shenjtë dhe kaq të bukur, njeriu do të kuptojë që duhet të sakrifikojë për këtë. Ne i shohim të rinj që martohen për një javë ose për një muaj e prishin atë martesë. Po si mund ta prishish kaq shpejt? Si mund ta fillosh jetën me logjikën e prishjes ose të prishet kjo marrëdhënie kaq e shenjtë, kaq e bukur në mënyrë shumë të shpejtë. Pra do thotë nuk ka sakrificë as ke pala, as ke burri, as ke gruaja. Pra as ke vajza, edhe as ke djali. Që do thotë duhet patjetër që njerëzit do të shprehin dhe të tregojnë sakrificë për ta ruajtur çin, për të ruajtur martesën. Ju tregoj disa shembuj për të treguar sakrifica që duhet të tregojë njeriu për të ruajtur martesën. Me hadith profeti alayhi salatu wasalam pati një ngjarje dhe i dërguari Allahu donte të martohesh me dikën dhe propozoi. Ai kishte qenë martuar, i kishte ndruar jetë bashorti dhe të vi oferta nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam për të martuar është diçka e madhe dhe e bukur. Dhe kjo gruaja kur e shite nuk pranoi. Sepse kishte disa fëmijë për t'i edukuar. Dhe nuk pranoi, jo se donte të dërguarin e Allahut, por nuk pranoi për të sakrifikuar për edukimin e fëmijëve të saj. Dhe me këtë arsye justifikoi veten para profetit alayhis salatu sallam dhe thotë i dërguari i Allahut një fjalë të madhe. Thotë gratë kureshite janë më të mira tek arabët. Po pse? Ato janë më të mëshirshëm dhe më të kujdesshëm ndaj fëmijëve, si dhe ruajtësit më të mirë të pasurive të bashortëve të tyre. Pra profeti alayhis salatu sallam jo vetëm që nuk pati qef mbetje, por e lavdëroi duke treguar që sakrifikoi. Po pse sakrifikoi? Që do thotë të jesh bashortja e profetit alayhis salatu sallam do thotë të jesh nëna e besimtarëve në historinë e njerëzimit. Ose, pa flasim me termin e sotshëm, si thonë to, zonja e parë e shtetit. Bashortja e presidentit, zonja e parë e shtetit. Pra, ajo mund ta merrte këtë titull, edhe mund ta fitonte, por për shkak të sakrificës, pra bëri sakrificë për të edukuar, për të ruajtur, qoftë fëmijët, po qoftë pasurinë e bashortit dhe për ta zhvilluar atë, preferoi këtë gjë dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e lavdëroi. Pra për të na thënë, për të na treguar se martesa, ai që do të martohet, do të kuptojë se martesa ka sakrificë. Nuk mund të jetë çdo gjë në jetën e njeriu kështu siç e mendon ti, do të jetë çdo gjë e zgjidhur. Jo, do ketë momente që do përballesh me situata të vështira. Pra që do thotë ti duhet të sakrifikosh. Ka momente që duhet të çosh, ka momente që tërheq. Kjo është jeta që bën njeriu në familjen e tij. Ne po të shohim në historinë e profetit alayhis salatu sallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte mos marrveshje ndonjëherë me bashortët, se jeta e përditshme i ka këto gjëra. Nuk ka jeta e përditshme gjithmonë dashuri 100%. Ka momente që njeriu grindet, ka momente që njeriu ka qef mbetje. Po kjo grindje apo kjo qef mbetje nuk do thotë prishet ky institucion kaq i madh me një grindje që mund të ketë midis çiftit. Dhe na ka treguar profeti alayhis salatu sallam që ka pas me bashortën e tij, po nuk ka shkuar çështja deri në prishje. Prandaj Islami ka vendosur disa rregulla që për ta ruajtur këtë institucion, se kush janë këto rregullat me qëllim që mos prishet. Jo njeriu të martohet edhe themi, ore, ti je para përgatit për këtë gjë, jo s'jam përgatit, po mendoj se gjëja e bukur fillon siç e fillon, kalon ca ditë dhe e prish prapë.
Pse se ai nuk është i përgatit për të përballuar ose për të marrë këtë sakrificë të rrugës së këtij institucioni të madh që është martesa. Gjithashtu, në një hadith profeti alayhi salatu sallam i drejtohet një sahabit nderuar për treguar që ai ishte i martuar, por u martuar me një grua e cila kishte qenë e martuar. Dhe ai kishte disa motra që i kishte në përgjithësi. Dhe kur i tha profetit alayhi salatu sallam u martova me këtë grua e cila kishte qenë një herë e martuar, e pyeti profeti alayhi salatu sallam pse? Thotë i dërguari i Allahut, është grua e pjekur dhe më ruan motrat e mia. Dhe kujdeset për ta. Dhe ai sakrifikoi duke marrë një hap të rëndësishëm në jetë për çfarë? Për të ruajtur familjen dhe për ta zhvilluar dhe për ta edukuar atë. Pra që do të thotë se martesa ka sakrificë brenda për të ruajtur ato vlerat e familjes. Nuk është qëllimi i familjes që njeriu thjesht unë dëshiroj të kem një dëshirë momentale dhe pastaj prishet. Jo, jeta familjare është e gjatë, ku njeriu mendon dhe martohet për të qenë gjatë gjithë jetës bashkë dhe duke shpresuar dhe menduar dhe besuar se do të jetë edhe pas vdekjes pra për xhenet. Kjo lloj jete e gjatë do të thotë që njeriu duhet kuptojë se do të pranojë dhe sakrificat. Kjo është e dyta që do të thotë martesa ka sakrificën. E treta është që njeriu kur martohet duhet kuptojë që të pranojë diçka ndryshe. Çfarë është kjo fjalë diçka ndryshe? Pra do thotë që ti kur martohesh me dikën, mos mendo se është 100% si e mendon ti. Ose mos mendo se është kopja jote, ai që ke para. Jo, është ndryshe. Vjen nga një kulturë ndryshe, nga një familje ndryshe, nga një arsim ndryshëm. Pra janë shumë elementë që janë ndryshëm. Ti mund të puqesh me personin përballë në disa ose po themi nga 100%, ti mund të puqesh ose mund të pajtohesh me të 30, 40, 50%. Nëse arrin 50% është shumë mirë. Dhe kjo pastaj që vjen dhe bie dakordsi vjen me vazhdimin e jetës, nuk vjen për një ditë ti unë du një grua si e du unë se e mendoj unë tjetra, nuk ka. Nëse mendon se do gjesh një bashkëshort apo bashkëshorte, siç e mendon ti ke koka me këto me 2, 3, 4 nuk funksionon. Se Allahu xhel xhelalu i ka bërë njerëzit ndryshe. Dhe pastaj njerëzit fillon dhe mobilizohen dhe pajtohen me njëri tjetrin dhe përshtaten me kalimin e kohës, nuk bëhet brenda ditës ose brenda muajit ose brenda vitit. Prandaj Zoti xhel xhelalu thotë në një ajet kuranor: "Walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida." Nëse do të donte Zoti, i bante njerëzit gjithë një lloj. Por njerëzit janë ndryshe. Dhe për sa kohë janë ndryshe, ti duhet kuptosh, ai që do të martohet, ti martohesh me dikën që një njerëz që janë ndryshe. Ndoshta pajtohet me ty 20 apo 30%, po 70 apo 60 apo varet 50% nuk pajtohet me ty. Kjo gjë kërkon bashkëjetesën, pra kërkon një bashkëpunim dhe me kalimin e viteve duke u afruar, duke u rënë dakord me njëri derisa ata plotësohen dhe bëhen, i themi pajtohen me njëri tjetrin dhe përshtaten e kështu vazhdon. Pra që do të thotë se duhet të kuptojmë se nëse ti nuk arrin ta kuptosh që ti po martohesh me dikën që ke përballë dhe ai mund të jetë ndryshe dhe ti mendon se duhet të jetë totalisht dhe plotësisht ashtu siç dhe do ti, nuk ka dhe nuk funksionon. Prandaj dhe ajo që ne i këshillojmë të rit, shiko, kur ti do të martohesh, do të kuptosh se atë që do kesh përballë është ndryshe. Prandaj para përgatitu për atë ndryshimin që ti mund të kesh. Pra momenti që do martohesh, do kesh diçka ndryshe. Do thotë që ti duhet përshtatesh me kalimin e kohës duke u afru, duke u përshtat derisa plotësohet kjo situatë. Nëse do të mendojnë se i grup ose një pjesë e të rinjve mendojnë se unë po martohem dhe unë du 100% sipas vetes, kur fillojnë muajin e parë, muajin e dytë dalin problemet derisa e prishin atë institucion. Jo, do të kuptosh dhe ta pranosh që në momentin që ti do të martohesh me dikët është ndryshe. Që vajza me djalin, djali do jetë ndryshe. Po edhe djali do të martohet me vajzën dhe vajza është ndryshe. Pra, ti do ta pranosh si fakt këtë gjë dhe në momentin që e pranon, e kupton dhe fillon dhe përshtatesh me kalimin e kohës derisa bëhet ajo dhe hiqen ato problemet nga ato që njeriu mund të ketë dhe mund të hasi gjatë jetës.
Nëse të rinj do ta kuptojnë këtë, do të thotë që e kanë vlerësuar institucionin, që themi institucioni i martesës, që është një nga institucionet më të rëndësishëm që besimtari duhet ta ketë parasysh. Pra, nëse do të martohesh, duhet të kesh parasysh. E para, ai që martohet duhet të ndjejë që do kesh përgjegjësi. E dyta, ai që martohet duhet të ndjejë se duhet të sakrifikojë për ta ruajtur këtë martesë. Dhe treta është ai që martohet duhet të kuptojë se do përballesh me njerin ndryshe. Dhe momenti që do përballet me njerin ndryshe, pse i themi këto? Nuk i themi për tu trem njerëzit. Po themi që të shiko, ti duhet ta kuptosh këtë dhe duhet ta nxjerrësh, dalësh me sukses që kjo martesë që ti do të marrësh përsipër. Se i njeri i cili nuk mand përgjegjësi, pra nuk martohet se thotë është përgjegjësi, unë vazhdoj e them dhe deklaroj, është i dështuar. Një institucion natyrshëm që e ka bërë Zoti, ke njeriu dhe ti je i paaft ta menaxhosh, je i paaft që ti ta marrësh këtë përgjegjësinë kurriz, pyetesh, po çfarë përgjegjësie do marrësh në jetë? Ku kjo është elemente dhe është elementare dhe kryesore për ta mbajtur. E ka bërë Zoti që njeriu duhet të martohet dhe ti nuk e pranon dot këtë, se thu ka përgjegjësi, nuk du sakrificë. Pyetesh, po mirë, për çfarë do sakrifikosh dhe për çfarë ti do të marrësh përgjegjësi? Për gjëra të cilët janë dora e dytë apo e tretë dhe ajo që është elementare dhe obligimit dhe kryesore për jetën e njeriu nuk e pranon dot. Jo, nuk funksionon. Ke besimtari jo. Prandaj neve jemi në kjo logjik që muslimani duhet i kuptojë këto gjëra dhe para se ta bëjë hap till, duhet ta para përgatisi veten e tij se ka përgjegjësi, ka sakrificë dhe ka ndryshe me atë që ai do përballet. Nëse do ta ketë këtë, do thotë se ai do ta menaxhojë jetën bashkëtorë në atë mënyrë aq bukur dhe aq të mirë siç na ka porositur Zoti xhelel xhelalu. Prandaj e mbyllim me këtë ajet kuranor se po vetë koha namazit. E mbyllim me ajetin kuranor që Zoti xhelel xhelalu thotë nga argumentet që Allahu xhelel xhelalu u ka treguar njerëzve është se nga burri ka krijuar bashkëshorten dhe ka vendosur midis tyre dashurinë dhe mëshirën. Kjo është e gjithë procesi i këtij institucioni që ne duhet ta ngrejmë këtë institucion, nuk duhet friksohemi, nuk duhet na kapi ky trendi ose kjo kulturë që nuk është islame, që shiko më mirë vetëm se sa me bashkëshorte, se këto janë shprehje të dështuarve, por muslimani duhet ta marrë parasysh këtë gjë, që ta ndërtojë dhe të përcjellë kjo familje, që ai ndërton dy element kyç, se për këtë jemi përgjegjës, dashurinë dhe mëshirën. Pra, në momenti kur ndërtohet ky institucion dhe ka në të dashurinë dhe mëshirën, do thotë se alhamdulillah, njeriu e ka bërë ose e ka realizuar atë përgjegjësitë, e ka realizuar dhe e ka ndërtuar këtë institucion që Zoti xhelel xhelalu kërkon prej nesh ta ndërtojmë, duke përcjellur në të dashurinë dhe mëshirën. Pra, mos jetë institucioni i familjes, institucion i dënimit ose i dëshpërimit ose i ankthit dhe i makthit, ku njerëzit shkojnë familje thotë do ku po shkoj. Jo. Njeriu kur shkojnë familje dhe kuptojnë që do gjejë dashurinë dhe mëshirën, do gjejë rahatin, sepse Zoti xhelel xhelalu kështu e ka bërë familjen, që njeriu të gjejë rahatin, gjejë qetësinë, gjejë dashurinë, gjejë mëshirën. Pra të ketë mall për t'u kthyer ose për të qëndruar në familjen e tij. E lutim Zotin xhelel xhelaluhu që na bëj për atyre besimtarëve të cilët i studiojnë, i mësojnë, i kuptojnë dhe i praktikojnë këto gjëra. I them këto që të rinjt gjithmonë nëse do të bëjnë një hap të rëndësishëm në jetën e tyre, studioje këtë çështje dhe kur ta bësh ti je i plot, je i vetëdijshëm për veprimet që do të bësh dhe me lejen e Allahu xhelel xhelalu do të kesh sukses në atë që Zoti ka ngarkuar, që në këtë rast është që të realizohet kjo martesë kaq e bukur dhe kaq fisnike dhe kaq e shenjtë.